Ja ku jemi dashur miq në këtë pjesë të katërt. Për një tjetër pjesë shumë të rëndësishme, por përpara dua të bëj një anoncim sepse nesër me tifozët bashkohemi në finalen e Champions League, një eksperiencë e re nga Vision Plus dhe Tring në Arena Center, një program gjatë gjithë ditës që ngulmon me emocionet e ndeshjes mes mira tifozëve të finales më të madhe të kontinentit live në Arena Center. Ndërkohë që si është ajo shpreha, mas shiut ka gjithmonë diell. Ndërsa në ferma VIP, mas diellit ka pagës shi, sepse sonte dhe në këtë moment do më duhet të thras zarfin e votave, e eliminimit. Momenti cili, faleminderit, nuk para na pëlqen, por është pjesë e këtij spektakli, e këtij reality show, ndaj do më duhet që ta ndaj këtë lajm edhe me ta. Shkojmë në arenën e brendshme. Fermer. Që shumë muzikë tragjika, mas jemi në vajbet e dasmës akoma. Çfarë më thua Albano? Çfarë shumë muzikë dramatike, tragjike, suspans. Jemi akoma në vajbin e dasmës. Me thënë të vërtetën. Luana, mund të thënë diçka të lutem? Po, Andrea. Pa tjetër, si që thash, falenderoj arzakonisht Agajn për gjithë këtë organizim, por sinqerisht dua të falenderoj dhe Geraldina Spoza për gjithë atë dekor aq të bukur, për gjithë atë organizim aq të bukur. E falenderoj nga zemra dhe shumë faleminderit dhe inshallah sa më shumë paqit në punë. Ju jeni me emocionet e bukura dhe në dasëm të nenës, në dasëm të Anduelit, të Estrit, Trillit dhe tërë me radhë. Po mirë, i thash, Estri. Unë në fakt mendova që do u bënte dhe ajo që do hidhnim lulet edhe thash se si jam aty që trashtohem. Por nuk u bë, nuk humba gjë. Tani nuk dua që t'ju aprish entuziazmin edhe emocionet e bukura që përjetuam pak më parë, por do duhet të vazhdohet kjo eksperiencë, kjo lojë, kjo garë. Dhe unë kam zarfin në duar dhe ju besoj nga muzika që është e vendosur, keni kuptuar që kam rritur momenti i 5 të nominuarve të rënditën në mes të arenës, sepse unë do ndaj me ju vendimin e publikut. Nëse jemi gati, fermeri që humbet përfundimisht statusin fermer dhe që duhet sonte të largohet nga ferma VIP 2 është Federico. Më mbyllon më tepër me bo vip atjerë. Ja? Hej. Arri edhe sonde për Elinorin. Frederik, më vjen vërtet shumë keq. Nuk më vjen mu fare. Por jam në të njëjtën kohë lumtur se do të takoj pas pak këtu në skenë. Po do le të përshëndetesh me të gjithë dhe mos u largo pa më dhënë emrin e kryefermerit të ri që e cakton ti sonte. A ti them diçka? Një sekund, takoj një. Padi.
Jam shumë e lumtur që të kam një. Edhe kisha mundësin të ishim jam bjerë. Dua shumë. Për gjithë shka. Ta këmi. Të shumë do të me folë një fjallë, apo ja? Pa tjetër, Frederik. Sa të duash fjalë dhe në fund e kryefermerin ose kryefermerin. Do e mos një praktikë të jashtëzakonshme. Knatësi e madhe me kenë me edhe me ata që janë vipa, që sigurisht është janë ba ma vipa se unë, kur dalë jashtë, edhe i uroj sukseset të gjithve. Paka shumë knatësia ka kenë edhe për ato që na kanë pa naltë, edhe nga shtëpia, edhe për ato mi që i kam mungu atyre atje, edhe për njerëzit tanë botën që më kanë ndjekë, për nërës, ka që ishte, ferma VIP nuk është ba për vipa 6-7 vjeqa, unë jam i pari në botë, besoj që e kem ba këtë praktikë. Edhe më lejo të them që e ke superuar në mënyrë fantastike. Në çdo sfidë ka qenë një performancë e jashtëzakonshme për moshën që ti mban në super. Nuk e dëgjova fjalët e fundit, për s'ka gjatë, fjalët mjetët këtë kanë. Non ho sentito le ultime parole che l'hai detto. Nuk i dëgjoj Do fjalët të e të them fundit. gjitha këtu kur të më vish. Për momentin thuaj ti gjitha. Atëherë, tash i fillon knatësia, më në fund sepse megjithënë fillova me një kur musha të valizet thu, a di që unë kam familje më. A dhe kam dhe fëmijë që më shojnë, më presin e tja. Faleminderit edhe ato që janë pa familje, edhe ato që ju presin njerëz tjerë, jo të dashurit, po për mu ishte knatësi edhe për prind që i kam larg në Gjermani, për nanin, për motrat, për njerëzit në tanë botën, kushrit të ta që më kanë suportu. Faleminderit edhe qëllimi jem ka kënë tu në fermë për datën 11 maj, e cila është realizu me knatësi. Qëllimi tjetër ka kënë që njerëzit që nuk e njohin Frederikun në gama tjera, ky jam. Për Frederikun që është pak kundër petal edhe me vetën ka herë, ky jam, edhe urime basta për fitorit. Qa fitove? U da fitosh. Ciao. Frederik, të lutem mos u largo, ende se më duhet emri kryefermerit të ri. Kryefermeri i ri është Andoeli. Duhet. Andoeli. Thank you. Ciao. Themi në studio. Kur të pyeta në start të programit, Adelin më thej që nuk do doja Frederikun. Por këtë zgjodhi publiku nëpërmjet votave të tyre. E mërzitur? Pak mirë po, duhet të respektu. Duhet të respektu votën. Zhak, Frederiku, paka shumë në parashikimet e tua? Po, fatkeqësisht nuk është se kishin ngelur shumë kandidat, nuk është se ishin 20 apo 10 etj. Dhe besoj se Frederiku dha çfarë kishte për dhënë. Pra, e dha maksimumin e vet, pam ulje ngritjet e Frederikut, kryesisht një person me shumë batuta, person interesant. Mua më pëlqen shumë personaliteti i Frederikut edhe pavarësisht atyre konflikteve apo atyre ngrënjeve të vogla që mund kemi pas me njëri tjetrin, por që mua Frederiku më pëlqen, vjen shumë keq që nuk do jetë më pjesë e fermës, por ai të paktën atë praninë e tij atje justifikoi plotësisht duke na dhuruar jo vetëm konflikte apo momente pak problematike, por sidomos duke na dhuruar shumë spektakël dhe unë e falenderoj shumë. Do kemi mundësi ta falenderojmë edhe pas pak, sepse tani dua të vijoj me klipin e radhës, i cili në fakt ka në fokus javën e kryefermerës, të cilën e shoh shumë të prekur, jo vetëm të për
të gjithë atje me ikjen dhe largimin e Frederikut, ndonse e papritur për ta me Sasha. Që më qoni tek arena, mos më qoni ende tek arena e brëndshme, sepse në lidhje me klipin që ne do ndjekim, me klipin e kryefermerës që ka në fokus Esterin edhe të gjithë javën e saj, në fakt ka patur edhe një shqetësim nga njerëzit që janë jashtë, familjarët ose në këtë rast e dashura e Anduelit. Përsa i përket afrimitetit të vë në dukje ndonë se për herë të parë të paktën në sytë e mi nga Zhaku për para 2 puntatave e të nuhatur edhe nga shumë pjestar e fermerat je brënda. Në lidhje me shqetësimin e saj, do duhet që të komunikojmë një detaj përsa i përket një bluze e cila shkruan të dua. E dashura e Anduelit shprehet që nuk e ka shkruar ajo nga jashtë. Ndërkohë, Andueli ka treguar që në fakt besoj që është ajo që e ka shkruar. Nëse nuk është ajo, kush është? Ester, kush tjetër? Esteri ka shumë të qartë atë misionin e saj sekret. Por, për fatkeqësinë e saj, ne kemi pak eksperiencë në jetë dhe jemi në gjendje të çmontojmë çdo lloj misioni sekret. Ti e sheh kështu. Po. Adrin, nuk e di nëse e ke ndjekur afërmitetin që kanë patur, megjithatë do kemi mundësi ta komentojmë edhe pas klipit. Okej. Shkojmë në arenën e brëndshme. Me di për çka e thot. Fermer, Me di në për çka e thot. Po, Luana? të mërzitur, ë? Po, Të gjithë? jo të gjithë. Jo, të gjithë. Ta që unë s'dua të spionoj, po ju du gëzua shumë. Jo, nuk u gëzova, unë e respektoj për ikonën e shqiptarisë që është edhe për njerin që është, pavarësisht gjykimeve që i ka pasë në tajmeje ose ofendimeve, a mo më zhgënjeu për një rast vetëm sa tha, edhe njerëz pa familje. Do më thonë që e Ka tha përshtypjen këtu. Ylli, unë nuk Po. dua ta mbroj, po ka përshtypjen që ai referohet të rive që nuk kanë krijuar ende një familje të veten. Nuk e referohet se nuk, do të thonë, asnjëri nuk mund të thotë je njëri pa familje askujt. Dhe nuk besoj që është ky konotacioni i Gati tij. e vetëm për konotacion negativ. Personal, do më thonë atëre mora ashtu. Jo, Okej. nuk A shua morë dhe Erandi ti. Okej. Për te i kësaj, Eran, çfarë kishte ti për të thënë? Iku ai tash, s'kam ç'a them unë. E kisha me Frederikun, pra. Jo, e kisha desha me i thonë, na i bo Allah të gjitha, e kupto pavarësisht, sepse është ai që është, edhe nuk është i papërsëritshëm në llojin e vet, në të gjitha drejtimet. Ai ka mundësi që ta dëgjoj këtë, kështu që shumë mirë bëre që e the edhe tani. Po, Elina- desha ta thosha në krah ti, po nuk e... ashtu. Unë nuk e kisha Okej. menduar kur, pavarësisht gjërave që ne kemi pasur këtu, po kemi pasur një miqësi të fortë. Nuk e mendoja kur që do ikte Frederiku, e konsideroja deri në fund të kësaj gare, le të themi, dhe ndihem shumë e keqardhur se meritonte të ishte deri në fund. Vendimet janë gjithmonë të për vlerat publikut. që ai ka, për njeriu që është, për te i lojës që neve jemi këtu dhe irritohemi, sepse vetë ambienti në një vënd me të njëjtit njerëz bën që mbase shpesh herë dalim jashtë vetes. Por Frederiku, përveç titujve që i ka super të merituara, është një super artist, është një super njeri, që mbar vlera të pa përsëritshme për të gjithë kombin tonë. Okej, unë erdha sepse më duhet të kaloj tek klipi i kryefermeres, tek java e kryefermeres, tek Esteri dhe tek një shqetësim që do duhet ju a komunikoj pasi të shohim klipin. Si ka qenë java jote si kryefermere, Ester? Mirë, Luana, ka qenë deri diku mirë. Kam pasur fermerë që nuk kanë dashur të punojnë për arsyet të tyre, se kanë bërë ato revoltat e veta, por që me Anduelin kemi bërë gallata, jemi kënaqur, me shumicën kam kaluar mirë, me të tjerët ndoshta dhe jo, por që përgjithsisht mirë, domethënë. Okej, e shohim parë si ka qenë java jote, duke vendosur kështu, ndoshta edhe theksin tek një tjetër marrëdhënie, e ndërtuar gjatë zgjedhjes tënde për personin
edhe fermerin që zjodhet tek njëshi. Referuar kështu Anduerit dhe komunikojnë pastaj e diskutojnë së bashku.